Harun ar-Rashidi kur e ka hetu vdekjen, ju ka thonë njerëzve të afërm ulëm në njëherë, bimi një qefinat, e ka marrë ka zgjedh një pej tyne. Ka thonë çomni të vorri që aty, qelmani vorrin, ja kanë qelë vorrin edhe ka këqyr vorrin vetë. Edhe ka thonë, nuk po mbën punë pasuria, edhe u shkatru pushteti jam. U shkatru pushteti, do të thonë sado që ka pas pushtet, ka qenë me autoritet të madh. Ka thonë me sodën nuk ka më pushtet. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allahun e madhruar e falendrojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë, vetëm atë e falendrojmë, vetëm atij për ulemi, vetëm atij në nshtrohemi. Atë e falendrojmë sepse ai është meritori vetëm për falendrimet tona. Ati në nështrohemi sepse ai është meritori i vetëm që të i për ulemi dhe në nështrohemi vetëm ati dhe askuj tjetër. Ati i drejtohem me lutjet tona sepse vetëm ai na përgjigjet dhe askush tjetër. Dhe me përkushtimin më të madh i drejtohemi, i për ulemi, e dojmë, i drejtohem Allahut çdo herë sepse kthimi i çdo njerit nga ne është vetëm tek ai xhelle xhelalu. Dëshmoj bindshëm për ulshëm se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahu xhelle xhelalu. Po ashtu Muhamedi alayhi salatu wasalam është rob dhe i dërguar i tij. Paqja dhe mëshira Allahu qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi çdo besimtar dhe besimtare deri në ditën e gjykimit. Të dashur, të nderuar, shumë të respektuar vëllezër, Islami na flet për mirësitë e mëdha të jetës. Islami na flet për shancat e mëdha që i kemi në këtë botë dhe krejt kjo duke falendëruar Allahun fuqiplot. Dhe krejt kjo duke qenë mirënjohës, shumë mirënjohës ndaj krijuesit ton xhella xhelalu, vetëm Allahut, sepse krejt çka gëzojmë dhe krejt çka kemi e kemi nga Allahu i madhruar. Prandaj ai duhet falendërohet. Prandaj çdo mundësi që na jepet, çdo sukses që kemi në jetë, duhet ta dimë se atë kemi vetëm nga Allahu dhe nga askush tjetër. Por ajo çka është e rëndësishme të dashur vëllezër, që të shfrytëzohen këto mundësi që Allahu na i dha dhe mos të lihen pas shpine, sepse ajo çka është e vërtet për secilin prej neve, do të vjen një ditë, është e pashmangshme, nuk ka mundësi me i ik askush. Jo vetëm njerëzimi, jo vetëm bota njerëzore, por askush, asnjë krijesë e Allahu xhelle xhelalu nuk ka mundësi me i ik. Të gjithë i nënshtrohen këtij ligji të Zotit fuqiplot, sepse Allahu me madhrinë e tij e krijoi njeriu në formën më të përsosur, e bëri shumë të mençur, ta sundoi dhe ta posedoi tokën, por të njëjtën kohë i tregoi atij që pas këtij kulmi të përkryeshmërisë me emrin, me lejen, me caktimin tim, shkatërrohesh, vje koha me dalë shpirti dhe krejt kjo pastaj me lejen e tij xhelle xhelalu për të u ringjallur dhe për të dhënë llogari para Allahut xhelle xhelalu për të madhen e për të voglen që kemi bën këtë botë. Prandaj shancat nuk duhet me lshu, prandaj mundësitë që Allahu na i ka dhënë nuk duhet me lshu, sepse janë mundësi dhe shanca që nesër nuk i kemi, që nesër na ikun. E Allahu thot në Kur'an, është Allahu ai i cili e ka krijuar jetën dhe vdekjen për të ju sprovuar se kush për juve është me vepër miri. Kush për juve është me vepër miri. Kullu men alejha fan. Allahu thot çdo krijesë, çdo shpirt ka me shiu vdekjen. Nuk ka mundësi me ik. E kjo është e përkohshmja. E në vazhdimsi Allahu na thot në Kur'an, khalidin fiha. Në botën tjetër janë të përhershëm.
Nuk ka shkputje atje. Por për me mrinë xhenetet e Allahut, duhet me shfrytzu shancat edhe mundësit që Allahu xhella xhelalu na i dha. Edhe mos me kon pishmon pastaj në momentet e fundit. Mos me u bë pishmon për shancat e mëdha që i ke pas. Edhe kur vjen ajo pleqnia e madhe me thon, bre se kom shfrytzu rinin sa duhet, sepse çështja e rinis është çështja më e rëndësishme në jetën e njeriut, kur ai angazhohet dhe mundet me dhon shumë jetën e tina. Prandaj pejgamberi sa na porosit, shfrytëzon rinin para pleqërisë. Shfrytëzon rinin. Po du me i përmend dy shembuj të dashur vëllezër, të cilët vërtet janë me peshë dhe rëndësi, me kuptu se njerëz që kanë thonë momentet e fundit. Njerëzit, pavarësisht mundit e angazhimeve, e kontributit të tyre të vazhdueshëm që e kanë dhënë, e shfrytëzimit të mundësive që e ka dhënë Allahu, prap kanë ardhur me këtë përfundim në momentet e tyre të fundit. Ka qenë një adhurues i njohur në Basra. Basra është një qytet në Irakun jugor atje, por që ka qenë në fillimet e hershme ka qenë shumë më rëndësi, se ka qenë qytet në cilin ka pas dietar të mëdhej. Ka qenë një adhurues i njohur edhe kur i ka ardhur vdekja, kur i ka afruar vdekja dhe ka filluar me nuhat. Vdekjen o shtri edhe familja vet për rreth kanë filluar me çajt. Ka thonë, ngrihni pak, ulumni. Edhe kur e kanë ul e ka vetë babën, pse po qanë? Ka thonë o birë, sepse do të mbes vetën, ti do të shkosh me caktimin e Zotit. E ka vetë nonën, ka thonë, pse po qanë? Ka thonë, se zemra po më dhemë për ty. E ka vetë gruan, ka thonë, pse po qanë gru? Ka thonë, sepse do të mbes e ve edhe nuk do të ketë dikush që mi plotson nevojat që ti mi ke plotsu si burr. I ka pyet fëmit, e ju pse po qani? Kanë thonë, sepse masi të vdesësh ti bab, ne jemi jetima edhe kanë me në nënçmu tjertë. S'ka me në bokush e sabë. Subhanallah. Tash ky janis edhe kanë. Ky janis edhe kanë. Ata e vesin thotë ti pse po kanë? Thotë unë po kaj sepse asnjëni thotë për juve thotë nuk kajti për mu. Po secili e kajti hallin e vet. E as kush nuk kajti për mu se unë po shkoj me një udhtim pa kthim. Unë po nisa me një udhtim pa kthim. E sante, natën e vorrit do t'jem vetëm, e do të kaloj një provim të ranë, e shtrati jem do t'jetë dheu, e jeta jeme do t'fillon një jetën e varrezave, e do t'vjen ringjallja, e nuk e di se ç'është do t'jetë, e do t'jetë takimi me Allahun, e unë nuk e di se jam përgatit. Para më ndo, i njoftur, si adhurues ndaj Allahut fuqiplot. Tjetra të ndrum vëllezër, Harun al-Rashidi ka qenë udhëhes i madh në shtetin islam dhe ka qenë për udhëhesve që në kohën e tina ka qenë pafund shteti islam në atë kohë, në kohën e Harun al-Rashidit. Sa që ka dal një dit, ka dal jashtë edhe i ka pa, do re i ka pa. Edhe i ka thonë reve, oj re, ka doni shkoni, ka doni ciluni, se nuk kini qare, pa lëshu uj në dokat e muslimanve. Ashtë kanë qenë të zgjeruara. Harun al-Rashidi, kur e ka hetu vdekjen, ju ka thonë njerëzve të afër me ulëm në njëre. Kur e kanë ullë, i ka thonë, bimi një qefinat. Edhe kur e ka marrë ka zgjedh një pej tyne. Ka thonë qëmë një të vorri që aty. Qelma një vorrin.
Ja kanë qelë vorrin edhe ka këqyr vorrin vetë. E ka këqyr vorrin edhe ka thonë, nuk pëmbën punë pasuria. Nuk pëmbën punë pasuria. Pra më do, po thesë si një shteti jashtëzakonisht gjigant. Ka thonë, së pëmbëj ka punë pasuria. U shkatru pushteti jam. U shkatru pushteti, dhe mënë sa do që ka pas pushtet, ka qënë me autoritet të madhë. Ka thonë me sodhen, nuk ka ma pushtet. Këta kanë qenë njerëz që kanë pas shumë. Disa njerëz pak ju ka thonë Zoti me shtaj të stanë, edhe mendojnë që nuk kanë nevojë për Zotin. Edhe mendojnë që do t'jenë përhershëm. Jo vllazni. Bile mësimet më të mëdha se cili prej neve me i marë, kur shkon në varrime. Jo me shku në varrim me qëllimin që me bo zhurëm. Jo me shku në varrim me qëllimin që me pi cigare. Jo me shku në varrim me qëllimin që me unjof me njerëz, sikur se po ndodh. Po me shku me qëllimin që m'ja fal namazin e gjenazës që ati, i cili është pakthim me u lut për ta. Jo sikur se e shofim se një pjesë ja fal gjenazën, namazin e gjenazës dhe lutet për ta, e tjerët atje nuk mundesh me di që ka bëhet për shkak zhurmës edhe të muhabeteve që nuk i nali. Mirë, pse ja ardh? Qa ke lyp këto? Pse ja ardh? Ti duhet me di që ke ardh për që të vdekur. Me thënë, o Allah, më shiro, Zoti jam. Edhe kjo është robët, edhe kjo ka gjënohe. Fale, më shiro, sepse ti e fale se më shirus. Edhe me i shfrytzu momentet e jetës o vllazni, para se më na ardh ky moment. Sepse kur vjen ai moment, njerëzit pak të përmendin, njerëzit pak të kujtojnë, njerëzit harrojnë shpejt. Po nuk është e rëndësishme atë harrojnë njerëz, a nuk të harrojnë, sepse të gjithëve kam në harru. Ajo që është e rëndësishme, sa jemi me peshën e të Allahu fuqi plot. Edhe sa na kujton, edhe sa kemi vepra që me u kujtu tek Allahu xhella xhelalu. Allahu na përmirësoft, e na falt, e na mundsoft çdo herë me shfrytzu mundësitë e jetës për me u afru tek krijuesi, tek ai i cili do të kthehemi nesër, tek ai i cili do të japim llogari, tek ai tek i cili shpresojmë mëshirën dhe faljen e tij xhella xhelalu.